Për herë të dytë dështoi konstituimi i kuvendit, por këtë radhë nuk u hodh fare në votim raporti i komisionit, që do ta verifikonte kuorumin dhe mandatet. Eugen Cakolli nga KDI, organizat që monitoron punën e kuvendit, konsideron se sot do të duhej të dilte një raport i ri dhe më pas të votohej. Do duhet ishte në radhë parë mbledhja edhe një herë e komisionit për verifikimin e mandateve, nxjerrja e sërish me një raporti, sepse raporti i pardjeshëm nuk është votuar, që i bie se i njëjti më nuk ka asnjë efekt juridik. Edhe analisti Artan Muhaxhiri e quan situatën e krijuar të paarsyeshme dhe të motivuar politikisht. Ky vendim ka qenë për keqardhje, sepse është shkelur rregulloria dhe është vepruar më shumë për interesa partijake se sa për të mirën e institucionit më të lartë parlamentit. Rrjedhimisht, njohësit e punës së kuvendit po konsiderojnë se antarët e kabinetit qeveritar, të cilët janë zgjedhur deputet, ndodhen në konflikt interesi. Cakolli shet dy rrugë, ose dorëheqje formale të ministrave, ose votim të raportit me shumicë të thjeshtë nëse sigurohet një marrëveshje politike. Por që sipas tij, ky i fundit mund të sfidohej në gjykatën kushtetuese. Ky skenar bart në vete rrezikun e sfidimit në gjykatën kushtetuese, që pastaj normalisht përveç vonesave procedurale, me qenë se procedurat në gjykatë zakonisht marrin me javë madje muaj të tërë, ekziston edhe rreziku që pastaj gjykata ta kthejë në pikën 0. Për Artan Muhaxhirin, vendi ka hyrë në një fazë ku ligji relativizohet dhe interpretimi politik zë vendin e praktikave kushtetuese. Kjo është një situatë e cila mund të shkojë deri në pakufi, por mënyra e vetme për ta parandaluar këtë blokadë më tej është që qoftë presidenti apo avokati i popullit ta bëjë një kërkesë te gjykata kushtetuese për ta ofruar një mendim. Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të rrjedhë seanca e së shtunës, e cila i bie të mbahet pa bërë 48 orë të tjera nga thirrja e seancës konstituive.